Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka shpërndar kuvendin, raportojnë mediat në Prishtinë. Partitë politike kanë mbetur të ndara për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakohshme, duke mos arritur një konsensus. Disa forca politike preferojnë që zgjedhjet të mbahen më 21 dhjetor, ndërsa të tjera favorizojnë datën 28 dhjetor. Tani vendimi i përfundimtar për datën e zgjedhjeve pritet në dorë të presidentes Osmani, e cila do të shpallë zyrtarisht datën e procesit zgjedhor. Kjo bëhet ditur edhe nga kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Pas takimit, sot është nënshkruar dekreti për shpërndarjen e kuvendit të Kosovës, ta mes të tjerash ai. Pas shpërndarjes së kuvendit sipas kushtetutës, presidentja është e detyruar të caktojë datën e zgjedhjeve të jashtëzakonshme brenda 40 ditësh. Osmani tashmë ka zhvilluar konsultimet me përfaqësuesit e partive, të cilët kanë shprehur datat 21 dhe 28 dhjetor si të preferuara për mbajtjen e zgjedhjeve. Me nënshkrimin e vendimit, vendi hyn zyrtarisht në proces zgjedhor, ndërsa institucionet aktuale do të vazhdojnë punën në kapacitet të kufizuar deri në formimin e qeverisë së re.